Harrojeni makinën, kalin apo karrocën. Kjo nuse shkon në dasmën e saj, mbi një lop. Ngjarja e pazakontë ndodhi në Somerset të Anglisë, ku fermerja 37 vjeçare Victoria Lee vendosi të mbërrinte në kish mbi lopën e saj të preferuar, të quajtur White Chocolate Button. Por pse një lop? Lee është rritur në një fermë familjare në Dorset dhe tregon se që fëmijë kishte nisur të kalëronte lop, pasi familja nuk e lejonte të mbante një poni. Me kalimin e viteve, ajo trajnoi lopën e saj të preferuar që ta shoqëronte në raste të veçanta. Madje provoi ta trajtonte edhe një lop tjetër të quajtur Bazil. Por Bazil nuk ishte as pak dakord dhe madje tentoi ta rrëzonte. Në ditën e dasmës, Victoria u dërgua fillimisht me traktor deri në fshat, por pjesën e fundit të rrugës drejt kishës e bëri mbi lopën e saj, e shoqëruar nga shoqërueset e nusës. Dhe surprizat nuk përfunduan këtu. Pas ceremonisë, dhëndri dhe shoqëruesit e tij krijuan një gardë nderi me mjete bujqësore jashtë kishës, por çifti kishte ende një detyrë. Në vend që të niseshin menjëherë për festë, të sapomartuarit u kthyen në fermë për të mjel lopët. Të ftuarit pritën rreth 2 orë derisa çifti të përfundonte punët në fermë dhe t'i bashkohej festës. Një dasëm që nisi mbi një lop dhe përfundoi mes lopëve.